punën. Unë e kum pa pak marrë që mu më ka pa jo mu. Apo? E përgjedhura, pak aty na. Bravo. Edhe faktikisht dashuria është ajo, si më thonë, ajo djesia që të bën mundi mirë pse jeton. Kurse ato fjalët e bukura të dy kolegëve të mi ose panelistëve këtu s'kam shkajshtoj përveç që unë e kom përjetuar dhe jam shumë i lumtur që e kom përjetuar ndjesi. Kur po na kemi studiu bashk. E kështu që kisha pa një lezonjarë dhe një vajzë mësoj ke shumë, kur ishte tema dhe interesi. Edhe këtu ishte edhe pak isha interesur me pas dikon krah, ama interes pozitiv. Dikon krah që mëson, po, me që mëson, që është avancune, edukune, të shumë me edukon edhe mu pak. Përfiton. Po, normalisht përfitoj. Pra në fakultet? Po, kemi studiu bashkë, realisht. Kemi qenë shoka. Po. Edhe arma e ti e fort ka qenë se më vanë të shumë me qish. Arma kryesore. Mendoj që afrodizjak shumë i suksesshëm. Agram, pos lezonjarës, çka të ka pëlqyer tek dituria? Po, e thash, përgjithësi, unë isha një djalë i ardhur nga provincat edhe këto kisha njerë në ushtrim me përballë. Edhe kjo vinte si, kishte në kohën aty në kohën që ndëgjeshin muzikat, zhandra të ndryshme, që neve për neve katonartë ishin pak të avantgarde. Edhe kishte lëshu do flok, edhe i thash, Kunder. Po, thash, heqa, i kishte prej floka, i thash ku ke bo kabriolet. Ja forftyrë. Po, ishash me bo komplimentin, më në shavash. Edhe shkoni sa. Step by step, ama me shku sigurt. Me hapa të sigurt. Strategjia e fortë. A të ka refuzu dituria në fillim kështu? Ne nuk e kemi pas raportin e refuzimit, ne kemi pas raportin e ndërtimit përditshëm si kolegë, edhe si me tha, kemi patë njëri tjetri atë simpatin edhe ma shumë si njëri tjetrit, edhe pastaj kemi pa si tarmët përbashkët. Ajo që tha dy njerë dashurohen kur shikojnë, ajo fjalin që thatë pak përret, kur shikojnë njëtin drejtim. Kështu që ne shikimi ju nishte me një pikë edhe realisht ja kemi arrit, ta shon, thoi nga njerë është ma zërë me mbajt se me më rrinë, që është punojnë me mbajt. Kështu që po mundohemi, si me thota, punojmë në drejtim në vazhdimsi, edhe shumë në atë pikë, si shkemi pa në fillim. Ina, kur të gjojmë historitë të tilla, si agronit dhe diturie, sigurisht që si cilit na vjen mirë ku dëgjojmë se historitë pastërta, me dashurit pastër, po ti sot si e sheh shoqërinë kosovare? Në krahasim prej gjeneratave që janë këto prezent, që flasin me dashuri për kohën e dashurisë dvet, kur e kanë prekat ndjenë, kur e kanë pa që sinqerisht dashuria sinqert është gjithçka është jetë. Me krahasu dashurin e 20 vjet më herët dhe dashurin që është tash, nuk isha ditë me përkufizu me një fjalë të mirë, se nuk është gjenerata jonë për me folë nashta për dashurin e madhe, për dashurin e bukur, sikur këta që kanë çka me tregu. Nuk e di, këta menoj që kanë pas jetën më të mirë, dashurin më të mirë, më të sinqert, kanë ditë me dasht, kanë ditë me respektu, se duhet edhe me respektu partnerin, menoj që ja kanë dalë më mirë me dashurin dhe